بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Allahun Azza wa Jall e lavdrojmë, ata e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jall nga tekëqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, I cili është një dhe nuk ka shok, edhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës që ka të bëjmë me shpjegimin e disa parimeve bazike mbi të cilat ndërtohet edhe individi edhe shoqëria. Dhe kem thonë se të gjitha këto parime që do t'i marrim e që nuk janë shumë, janë të nxjerrura nga Kurani dhe Suneti dhe për cilat ka konsenzus mes dietarëve gjenerat pas gjeneratëve. Thjesht nuk janë diçka të reja, nuk janë diçka që I kemi nxjerr nga mendjet tona, mirë po është vazhdimsi e asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të cilën e kanë kuptuar domethënë dietarët dhe janë pajtuar lidhje me të. Në ligjëratën e kaluar kam folur për parimin e parë, ajo është që duhet njësuar Allahun Azza wa Jall me adhurim dhe duhet larguar nga çdo adhurim I kot që I dedikohet dikujt tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Kjo është çështja e besimit dhe çështja për cilën jemi krijuar dhe kjo është baza mbi cilën ndërtohet çdo çështje tjetër, se runa Zot sado që mund me pas njeriu vepra të mira të tjera, nëse ka problem me këtë bazë, me këtë parim, realisht thot bën mu adhuru Zotin, mirë po edhe mu adhuru dikush tjetër përveç Allahut Azza wa Jall, edhe pse ndoshta kështu tekstualisht nuk e thot, mirë po e sheh që kur shkon te varret ju drejtohet me lutje, shkon te varri I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kërkon gjëra që nuk kërkohen nga askush tjetër përveç Allahut Azza wa Jall, e kupton se ky realisht e ka qitë edhe dikon tjetër në pozitë të Allahut Azza wa Jall dhe I ka bërë shirk Allahut Azza wa Jall. E ajo që po duam të thonë është se nëse njeriu ka gabime në këtë çështje, realisht ajo ndërtesa që ndërtohen mbi të, domethënë nuk qëndron. Edhe nesër ditën e gjykimit وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, ka folur Allahu Azza wa Jalla ata që I kanë ndërtuar domethënë veprat e tyre mbi kufër dhe shirk, kanë thonë do t'ju qasim veprat e tyre, mirë po do t'i bëjmë ato hije e plehen se nuk do të kenë kurfar vlere. Pra çështja bazike që duhet me pas konsiderat njerëzit se ajo për cilët janë krijuar njerëzit është vetëm me adhuru Allahun Azza wa Jall. Ajo për që janë dërguar pejgamberët është me urdhëruar që vetëm Zotin me adhuruar. Ajo me cilën ndahen njerëzit në besimtarë, besimtarë është pikërisht kjo pyetje, kjo pikë, ajo pse ekziston xheneti e xhehenami është pikërisht kjo çështje adhurimit të Allahut Azza wa Jall apo mos adhurimit të Tij. Dërsa sonte me lejen Allahut Azza wa Jall do të marrim parimin e dytë, e që është I rëndësishëm edhe sa I pari, nga se me këtë parimin e dytë sigurohet edhe mbarvajtja e shoqërisë islame, mirë po edhe fesë islame, qofse njerëzit dojnë që fenë me pas të fortë, qofse dojnë muslimanët me qenë të fortë, qofse dojnë me pas siguri se do të mbijetojnë
edhe do shta udhëheqin botën, patjetër duhet me realizue edhe këtë parim, ajo është që besimtarët duhet me kon unik, besimtarët duhet me qenë bashk, besimtarët duhet pajtu që duhet më kthy te Kurani dhe Suneti, edhe aty mos me pas dilema, edhe çdo shkak tjetër që na përçon prej Kuranit dhe Sunetit dhe prej fesë duhet me largu. Edhe për këtë çështje ka argumente sa dush prej Kuranit, prej Sunetit, prej sahabëve, prej dietarëve të selefit e kështu me radhë. Bile thot autori, çaq është e njoftër kjo çështje, sa që edhe njerëz të cilët nuk kanë fare njohuri e dinë se duhet më u bashku besimtarët në fenë Allahun Azza wa Jall. Pra thjesht edhe njeriu më të thjesht me marr që shumë pak ka njohuri fetare, e din se mu përqa është keq, mu bo bashk me kono nik është mirë. Mirë, po para se me ditaj, në kam mësuar Allahu Azza wa Jall, në kam mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ata me 10 argumente. Në të ceku disa që me treguar sa atë që thash prej fillimit se këto parime nuk janë nxjerrur nga hamendja, mirë po janë të bazuara nga Kurani, Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka konsenzus për to, mirë po janë të natyrshme për njeriu, saqë nuk mundet me i rezistu nëse i afrohen si këto të vërteta. E prej ajeteve kuranore e kem fjalën Allahut Azza wa Jall, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dhe kapuni të gjithë për litarit të Allahut Azza wa Jall, edhe mos u përçani, kapuni për litarit të Allahut Azza wa Jall, kanë thonë Islamit, kanë thonë Kur'anit, kanë thonë Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mos u përçani. Dhe mos u përçani, e vazhdon ajeti kuranor duke ja u treguar begatin e unitetit dhe duke ja u treguar apo kujtuar se çfarë fatkeqësie kanë qenë kur kanë qenë domethënë të përçam, ka thonë wadhkuru ni'matallahi aleikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, për kujtone begatin e Allahut Azza wa Jall kur keni qenë armiq njëri tjetrit, Allahu Azza wa Jall ka domethënë bashkuar dhe unifikuar zemrat dhe i bë me emrin e Allahut Azza wa Jall me begatinë e tina, domethënë në bëvëllëzër. Ama para se me ndodhë kjo punë, keni qenë buzë gremines dhe buzë zjarrit, mirë pa Allahu Azza wa Jall ju ka shpëtuar prej asaj të keqe. Apo ajeti tjetër kuranor, wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum 'adhabun 'adhim, dhe mos u bëni si ata që u përçonë e u coptun, pasi që ju erdhën argumentet e për të cilët ka një dënim të dhimbshëm. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lesta minhum fi shay, ata të cilët u përçonë në fe e u bënën grupe, kur gjë ti s'ki të bëj me ta. Ajet kuranor, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, edhe mos u përçoni e të dështoni e t'ju del era. Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. Allahu Azza wa Jall ka legjitimuar prej fesë atë me të cilën e ka porositur edhe Nuhin, atë me të cilën të ka frymzuar ty o Muhammed, atë cilën e kemi porositur Ibrahimin, Musën, Isen, që thjesht më ju përmbajt fesë edhe mos më përqa. Këto janë disa prej ajeteve kuranore ku Allahu Azza wa Jall mënyrë direkte na kërkon që të bëhem unik, të bashkohemi, të afrohemi me njëri tjetrin, të bëhemi vëllezër ashtu siç na ka thënë Allahu Azza wa Jall, innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtetë besimtarët janë vëllezër, apo siç ka thonë ajetin tjetër, inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun. Kjo është ummeti juaj i cili është një bashk, e unë jam Zoti juaj dhe mua më adhuroni. Mirë po,
edhe në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur një gjë e tillë, duke na tërhekur vërejtjen se ka me pas ndasi. Edhe ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke na thonë se innehu men ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Ai cili ku me mbet gjallë me jetu, ku me pa përçarje të mëdha. Mirë po, aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, mirë po përmbani sunetet tim dhe përmbani sunetet të khulafave o dhejtësave të drejtës të vinë pas meje, nga se aty është shpëtimi, aty është uniteti, aty është bashkimi, e jo ato devimet edhe ato përçarjet që ndodhin, domethënë me kalimin e kohës. Apo ka në hadith tjetër vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aleikum bil jamaa fa inna yada Allahi ma'al jamaa wa man shadda fi an-nar, përmbohuni ju bashkësisë xhamatit, nga se dora e Zotit është me xhamatin, ndërsa ai i cili ndahet ku mund nda për zjarr xhenemit. Ka ardhur në hadithin e gjatë të Hudhaifes, në hadithin e fitnes, ka ardhur thot telzim jama'at al-muslimin wa imamahum, ti u përmbahesh të xhamatit të besimtarëve dhe udhëhecit e tyre. E është pyetur, ja Rasulullah, mirë po nëse vjen një kohë kur s'ka as unifikimi edhe nuk kanë udhëhec, ka thonë largohesh prej këtyre aty në grupacioneve. Edhe shkon edhe nëse gjend vdekja pranë një rajet një lisi. Mirë po jo, runa Zot njeriu me u bë pjesë e fraksioneve të cilat realisht faktikisht kanë dalur prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ujku e han prej deleve ajo që dohet prej kopeve, që më na treguar se duhet me qenë bashk, se bënë u dajtum, runa Zot ko më na hongër ujku. Ka në hadithet vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë wala tahasadu wala tabaghadu wala tajassasu wala tadajashu, dhe mos keni zilini një tjetrin, mos e urreni një tjetrin, mos e shpiononi një tjetrin, mos ndërhyni në shitblerën një tjetrit. Mirë po bëhuni rob të Allahut vëllezër, ashtu siç ka urdhëruar Allahu azza xal, nga se besimtari është vëllai besimtarit, nuk i bë zollamatina, nuk e lën lloç ata, nuk e nënçmon ata. Devotshmëria është këto, edhe ka bë, domethënë me isharet ka zemra, edhe ka thonë i mjafton njeriu prej sherrit nëse e nënçmon vllaun e tina musliman, nga se gjaku i besimtarit, deri besimtarit, pasuria besimtarit për besimtarët janë të ndaluara. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se el mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Besimtari për besimtarin është si një ndërtesë që tullat e mbajnë njëri tjetrin, që ashtu duhet me kom bashk të lidhur me njëri tjetrin, që e mbajmë njëri tjetrin bashk, unik, xhamat. Ka në hadith tjetër vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se shembulli besimtarit në dashurinë mes vete, besimtarët në dashurinë mes vete, në afërsi mes vete, në dhimbje mes vete, është si shembulli i një trupi, nëse një pjesë e trupit ankon, e tërë trupi ankon prej pa gjumësisë dhe temperaturës. Ka në hadith tjetër vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam a dën me treguar, me të udhëzuar të një tregti. E ka thonë po ja Rasulullah, ka thonë të vraposh me i përmirësue dy njerëz edhe me i afrue dy njerëz nëse thjesht kanë hasmëri apo dojnë me u largu njëri prej tjetrit. Po thjesht e ka llogarit shitblerje, e ka llogarit tradhti që njeriu feton përmes saj sevap, nëse eventualisht ka mundësi me ndodh ndonjë fërkim mes besimtarëve, që ti me nxit dhu edhe me vrapu që ata njerëz me i afrue edhe me i tejkalu ato situata që mos runa Zot mos po përçohen, mos domethënë po ngatrohen. Kështu të kanë vepruar thash edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë unik, kanë qenë një xhamat. Pavarësisht se ka mundësi edhe ata me pas divergjenca në mendime. Në luftën e Ahzabit, vëllezër të nderuar, kur u bënën quhet lufta e Leoncave,
kur mushrikët e Mekës me disa fise tjera u banën bashkë dhe rrethun Medinën, po sikur mos mjaftonte kaq një gthis e jehudive të cilët ishin në Medinë, të cilët ja kishin dhënë besën pejgamberit sallallahu alejhi wasallam se nuk do të rreshtohen me pa besimtarët. Realisht e thejnë besën e tyre, edhe pse ishte fis mbrapa shpinës pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. E thënë besën edhe bojnë edhe këta aleancë me ata mushrikët e Mekës që njëherë përgjithmonë me i dhonë fund pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ishte i frustruar dhe i prekur për kësaj çështje. Allahu azhjal me dëshirën e tina e shkatroi atë aleancë edhe u kthyn domethënë me disfat duke mos realizuar qëllimet. Mirë po pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thashë ishte i musht këta jehudit që kishin me në Medinë, të cilët kishin besuar shpinën atyre e i tradhun. Për thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam mos te fal askush i kindin, vetëm se kur shkojmë te Banu Qurayza te fisi jehudive. Po disa të shkojnë atje, realisht hinte akshami. Disa kishin kuptuar që duhet me fal pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, nuk e kishte pas për qëllim që me nxjerr kohën e ikindis prej vaktit vet. Po falni ikindin, mirë po shpejtoni me kon atje. Disa kishin marrë tekstualisht që mos me fal ikindin derisa të shkojnë te Banu Qurayza, edhe nëse i mrrin akshami. Dyja thjesht patën mendime ndryshme, disa e falen, disa nuk e falen, domethënë ikindin, mirë po asnjëra prej këtyneve divergjencave në ide dhe në mendime nuk e bë që ata të përçohen e të çertojnë njëri tjetrin e me thonë se te ki gabim, te ke ndështove hadithin e pejgamberit sallallahu me kështu me radhë e me arta që me lindër në zot, ndashë edhe ide, edhe fraksione, edhe domethënë grupacione kështu me radhë. Mas vdekjes fill pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ka ndodhur problemi se kush duhet me pasu pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, kush duhet me marrë me udhëheq tash islamin dhe muslimanët. Edhe dini se në mbledh ansarët banorët e Medinës, ka thonë ne jemi banorët e Medinës se na takon neve këto me udhëheq se pejgamberi s'm ka qenë i dërguar i Allahut, mirë po pas vdekjes së tij ne jemi ata që dëmojnë banorët këtij vendi dhe duhet me udhëheq. Masandej i kanë ardhur dhe i kanë treguar se nuk jeni ju ata që të meritoni, mirë po janë domethënë ata që e kanë pranuar islamin qysh fillim dhe kanë sakrifikuar çdo gjë dhe kanë lënë shtëpinë vet siç edhe ishin muhaxherët, mirë po masandej e kuptuan se edhe kishte hadith nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se udhëheqja i takon domethënë kurajshitëve, edhe thjesht kur u çartsuan gjërat, edhe pse në fillim pretendonin se ata janë meritor, thjesht kishte divergjenca në mendime, po prap e kuptuan se thjesht kjo çështje nuk i takon ansarëve, po i takon domethënë muhaxherëve, Abu Bekrit në rastin konkret, i cili u zgjodh halife mbas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pushoi çdo gjë, edhe nuk pat përçarje asgjë tjetër. Ju e dini në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, në udhëheqjen e tij filluan me dezertuar njerëz. Edhe kishte divergjenca mes sahabëve se si të sillen me ata që po dezertojnë. Disa dezertojnë edhe lëshin këtë fen, disa dezertojnë u ktheshin mas disa sehir bazave dhe magjistarëve, disa theshin veç zeqatin s'kena më dhënë juve, se zeqatin ja kena dhënë pejgamberit juve jo. Secilën prej këtyre kategorijave u dështe me pas qëndrim, ama qëndrim stoik, që në e pat Abu Bekri, i cili është udhëheq si musliman, vllai tha, pasha Zotin, qofse edhe një kërpesh, një litar, ja kanë dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam si zeqat, e sot s'po dojnë me ma dhënë mua, po ndojnë me ndalue, kom i luftu për çat punë. Në fillim kishte mos pajtime, disa sishën pajtimet me ndodh kjo punë, se thjesht është të rishtazi dhe më thonë që njerëzit kishin filluar në islam, qofse fillojnë me luftu musliman mes vete, ku me ndodh probleme. Mirë po derisa e kuptuan sahabët se me të vërtetë Abu Bekri kishte mirë dhe ai ishte udhëheq se ata do më dëgju, edhe u pajtuan, edhe vazhdoi jeta në domethënë patronatin e Abu Bekrit. Po them edhe ata kishin divergjenca në Medinë. Edhe sa ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, filmas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, raste të ndryshme, edhe kishte domethënë opinione të ndryshme, mirë po thjesht kur ju qartësonte e vërteta u pranonin ulshin edhe kur nuk tentojshin që realisht domethënë me kriju ndatësi e grupacione, edhe tash alhamdulillah sa fraksionet që kanë ndodhur në islam, qoftë ata domethënë që shietët që quajmë na shiet, atë kanë thonë Rafidi,
qoftë ata dëmon që quhen Khawarij, ata dëmon që janë si vazhdimësia e tyre e ISIS apo domethënë këta tjerë Al-Qaida sana. Realisht këto fraksione kanë ndodhur, asnjëri prej tyre nuk ka pas mesin e tyre sahabe. Abdullah ibn Abbas është dërguar i deleguar nga Aliu radiallahu ta'ala anhu me diskutu me Khawarijt kur ndajtën për Aliut. Edhe kur ka shku punën e parë që ju ka thonë Abdullah ibn Abbas, ka thonë po vi pe shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me dialogu me juve, mirë po asnjë prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk peshon mesin e juaj. Se asnjë shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pse kishte divergjenca mes tyre, mendime të ndryshme, mendime ndryshme, domthonë çështje të caktuara, kur nuk e bënën sebeb që thjesht mu bë domethënë përçamjet e mu bë grupacionet që kanë vazhduar gjatë jetës së historisë islame, nga se thjesht e kuptonin se uniteti, pavarësisht se sa ka mundësi me bë pas një mendime ndryshme. Tregohen për Abdullah ibn Mas'udin, është falur mas Uthmanit, domethënë në Arafat, në Hax. Edhe ka fal drekën e Kindin dhe e ka bashkuar, e ka fal 4 rekate. Abdullah ibn Mas'udi çohet dhe thot, unë jam fal mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jam fal mas Abu Bekrit, jam fal mas Omerit, edhe ata të tonë kanë fal drekën dhe Kindin në Arafat ka 2 rekate. Me të tregu se realisht ajo sunet e pejgamberit se më është i tillë. Mirë po khilafi, përçamja është e krejt sherr. Se më të e bë këtë punë me të kundërshtu, ose rruna zot me tregu veten, ose me bë përçamje kështu më radh absolutisht, vetëm thjesht mendoj se që kjo është më e drejta që ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma që ka bë Abu Bekri edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu. Kështu tash ka vazhduar edhe mas domethënë sahabeve, kohën e selefit, domethënë dietarëve që ata quhen ehlu sunne wal jamaa, pasues të sunetit edhe të xhamatit, edhe pasojnë të vërtetën, mirë po edhe bashkohen dhe janë unik dhe thjesht mundohen që me gjithë këto argumente që po i ceku, nuk po i ceku rastësisht, po i ceku që m'ia përkujtu edhe vetes, edhe gjithë ata që na dëgjojnë, që realisht me këto argumente me ushqy, që këto janë parime, se në islam duhet me pas unitet, duhet më u bashku, më afru, edhe sa të kemë mundësi çdo sebeb që thjesht shtin, domethënë spirra në mesin e muslimanëve me mujt më largu. Qoftë ajo hased, qoftë ajo lakmi, qoftë ajo domethënë hedhrim e kështu me radh, çdo sebeb që ka mundësie thjesht domethënë vllazninë islame, bashkësinë islame, xhamatin e muslimanëve me përçoe, më mundue me larguar. Tash kështu kanë ndodhur edhe te selefi, domethënë dietarët e Ahlus Sunnetit dhe xhamatit, në çdo gjë që realisht në tonë nuk ka derë për me pas dialog, se janë çështje e qarta, janë kënd të bashkuar, kanë pas mesele të cilat ne i quajmë në ijtihadie, që në to lejohet me pas domethënë mendime të ndryshme, secilin varësisht argumenteve që i kupton, mirë po realisht kur s'ka ndodhën këto dytat më bë sebeb për më përça. S'paku te Ahlus Sunnit e kam të fjalën, se realisht në historikisht ka ndodhur përçamjet. Për shembull, nëse një njeri mendon në mesele dytësore, për shembull se prish abdesin me hongër mish delës, te Hanefit me hongër mish delës nuk e prish abdesin. Nëse ka qenë një Hanbeli, thjesht Ahlus Sunnet u fal mes një Hanefije, që thjesht ky mendon që me hongër mish delëve se prish, Imami Hanefi ka hongër mish delëve, mirë pa i mendon që se ka prish, u fal ky mastina edhe absolutisht nuk është përça, edhe nuk kanë nxjerr domethënë arsye që me shkaktue domethënë konfuzion edhe dilema mes besimtarëve. Sahi ai për vete mendon që çështë të më fal s'pranohet namazi. Mirë po përderisa ka ditë që imami është me dhëbe tjetër, ai mendon se ka argumente. Në atë çështje realisht e kalon imamin ashtu edhe nuk e ka marrë këtë si shkas edhe si pretekst që mu përça edhe me u ndo besimtarët. Këto po thëmë në çështje të cilat
ka mundësi me pas divergjenca, edhe divergjencat deri diku janë të kuptueshme, se nuk ka argument të qartë që thjesht, domethënë për çdo gjë me aqit gurën që çdo të është. Dikush e ka kuptuar ashtu, dikush e ka kuptuar kështu. Mirë, po kur ti qartësohet argumente, realisht, domethënë duhet me pasue të tonë argumentin. Mirë, po kjo nuk është e njëjta se në çështjen e besimit. Një dietar e merr një shembull, para mendoni thotë vëllezër të nderuar, nëse me kanë qenë dy persona, dy të me qenë musliman të avafin qabe, njëri më thon o Zot, shpërblej Abu Bekrin edhe shpërblej Omerin edhe qofsh i kënaqur ti kthem me Abu Bekrin e Omerit, edhe me kon një person tjetër me thon o Zot mallko Abu Bekrin edhe Omerin. Këto nuk mundesh mi bë bashkë këta dy. Se realisht në përçon çështë që nuk duhet më përço. Qofse një njeri mendon se besimtari që e bën një gabim del pej feje, e tjetri besimtar thot nuk del pej feje është po mëkatar. Ky që thot del pej feje thot halal është gjaku i tina, e pasuria e tij, e gruaja e tina kështu më radh, e ky tjetër thot jo, çdo besimtar i cili bën mëkate, ja automatikisht nuk del pej feje, nuk bëhet halal feja, domethënë gjaku i tina, pasuria e tina. Këta dy nuk me thonë janë bashkë. Se ky ka koncept tjetër, ky ka koncept tjetër. Ky ka dal prej Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po thojmë në ato që realisht ka mundësi me pas divergjenca, e që të dytë edhe ai cili gabon në mesele të caktuar nuk e ka për qëllim se po do me kundërshtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se dytë janë pajtimit se duhet me pajtisu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po këtina jam mendja që Suneti e pejgamberit thotë kështu, aty tjetër jam merr që mendja se Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kështu. Përveç kësaj vëllezër të nderuar që po them teorikisht feja jonë na ka nxitur me u bashku. Praktikisht, po thuaj se unë i kam zgjedhur një 10 çështje që në secilën prej tyre e sheh që feja islame përmes tyre ka dashur me realizu unitetin. Fillimisht duke na informuar se kem vetëm një Zot edhe vetëm atë duhet me adhuru. E kem vetëm një pejgamber dhe vetëm atë duhet me pasu. E kem vetëm një kibël dhe vetëm asaj duhet me ju drejtu. E kem veç një sheriat dhe me ta duhet me punu. E kem një udhëhec, po kështu duhet me qenë muslimant, këtë me konë unik, veç një udhëhec me pas edhe mastina me shku. Këto 5 parat. E kem një Zot që vetëm atë duhet me adhuru. E kem veç një pejgamber që ato duhet me pasu. E kem një sheriat që ato duhet me punu. E kem një kible që asaj duhet mu drejtu, edhe e kem një udhëhec duhet me pas një udhëhec që ai më na udhëhec, edhe këtë musliman duhet me konë unik. Këto çështje i ka kërkuar Islami praktikisht me vepru. Mirë, po ka kërkuar që ne besimtarët mu bashku 5 herë në ditën namaz. Ka kërkuar që mu bashku spaku një herë në javë, domethënë në xhumë. Ka kërkuar spaku të bashkohem në Fitr Bajram, domethënë edhe në Ramazan, të bashkohem në Arafat, besimtarët pe këtë rrugët toksor. Mirë, po ka thonë pejgamberi sa vëllezër të nderuar disa çështje që ju duket shumë rutinore që s'kan kur vlerë. Pejgamberi sa kur ka udhëtuar në mbrëmje natën, edhe kur në natën me pushue, jënë qkep da anej, kështu më radhë. Ka thonë, qka jem të ju pa kështu të përqam? Ka thonë, kjo ndamja juaj në këtë vend, edhe pse është në fush edhe rrugës, është prej shejtanit. Mërësh, që nasë si shumë nuk i kushtojmë rëndësi kësaj punë, rrugës që ka dertë, a i ka pak dertët e veta, kjo dertët e veta, po jo, edhe në rrugë, edhe në qofse e më pushim, realisht duhet me konë bashkë, se feja islame kërkan që dhe më thonë me qenë unik edhe me qenë të bashkuar. Mirë po, një çështje vëllezër të nderuar që duhet me ditë është se ky bashkimi që kërkohet fen ton nuk kërkohet me u bë në çdo gjë. Bashkimi i cili synohet në Kur'an dhe Sunet jo domethënë në epshe edhe në teket njerëzve. Allahu azza kur ka thonë wa'tasimu bihablillahi jami'an
wala tafarraqu, dhe ka punuj për litarit të Allahut dhe mos u përçani. Thash kanë thonë litari i Allahut është Islami, disa kanë thonë Kurani, disa kanë thonë Suneti, po s'prish punë me kontrijat për qëllim. Thjesht bashkimin, unitetin e dojnë na më kon në fe islame sipas Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këtu mu u bashku, që tu mos mu përça, sepse përçohem se ti ki ideologji tjera, unë kam një ideologjinë e Kuranit dhe Sunetit, kjo nuk është për qëllim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Allahu azza është i kënaqur për juve 3 çështje. Me adhuru Allahun azza edhe mos me i bë shakatina. Me u bashku edhe mos me u përça, edhe me këshilluat se Zoti ja u zgjedh udhëhet juve. Këto 3 sene Zoti i dën për juve. E dyta thotë që mu bashku, mos u përça, mos mu bashku në fetë Zotit, në Kur'an, në Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo më u bashkua dhe më thonë në epshe, edhe në teka, edhe në teresa të ndryshme të njerëzve, dhe më thonë që e kemë. Pra, realisht vëllezër të nderuar, kur kërkojmë ne mu u bashku, kërkojmë mu u bashkua në Kur'an, në Sunet. Natyrshmëria e njerëzve është divergjenca dhe mos pajtimet, që secili me pas mendin e vet. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dhe kanë me vazhdu me qenë, dhe më thonë të përçohen vetëm kanë e mëshirën Zoti. Të tili ka kriju Zoti, me pas përçamje, secili e ka mendin e vet, secili e ka tekën e vet, mirë po diçka që na unifikon. Aja është që na bashkon. Kurani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ka thonë pejgamberi Allah në Kur'an, ajet kuranor, qofse keni mos pajtime në ndonjë çështje, kthehuni te Allahu dhe pejgamberi, kthehuni te Kurani dhe kthehuni te Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aty zgjidhni mos pajtimet e juaja. Aty domethënë do të pajtoheni se mendja jote dhe mendja tina duhet të nënshtrohe në gjykatën suprem. E gjykatës suprem për ne është Kurani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aty ne zgjedhëm domethënë problemet. Men ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Ai cili ku me jetu pas meje, ku me pa khilaf, pas pajtimet mëdha, mirë po ku është zgjedhja? Aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, përmbahen ju sunetet tim dhe sunetet e pejgamberit, khulafave, domethënë se të vinë pas meje. Kjo është ajo që duhet me pas për qëllim që njerëzit më bashkue. Mirë po fatkeqësia vëllezër të nderuar është se këtë që e thash deri që tash une. Shumë njerëz as nuk e përvetsojnë edhe me mendu që kjo është parimi i Islamit, po disa edhe luftojnë edhe akuzojnë njerëzit që thinin këtë unitet se nuk janë mirë, nuk janë mende me kry, ose janë të ngortë, faktikisht nuk ja dojnë Islamin të hajrin. A se keni dëgjuar, tash që po thojnë liria e shprehjes, liria të menduarit. Realisht, kjo liria të menduarit nuk ka ardhur vetëm kohën në shekullin 20 pe që kanë ardhur domethënë këto, domethënë frymat laike apo ateiste. Realisht ka pas fraksione në historikisht quhen Mu'tazili apo racionalistat, domethënë thojza, të cilët thjesht kanë thirrur në çet domethënë lirinë e të menduarit, se zakonisht kur i kanë ballafaquar Kur'an me Kur'an dhe Sunet, i kanë menduar se thjesht me Kur'an dhe Sunet sikur pe kufizon mendjen. Duhet njeriu me pa gjërat pak më larg, më gjën, edhe në qoftë se realisht ajo e kundërshton Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kësë thirrje ka pas jo në shekullin 20 tash kur kanë ardhur domethënë fraksionet edhe këto frymat laike dhe ateiste domethënë nga perëndimi. Këto kanë qenë edhe në Islam edhe më herët, që faktikisht kanë dashur që secili me pasat mendimin e vet. Edhe thjesht me i thirr njerëzit me thonë jo. Ka çështje që ka mundësi me pas tolerancë në të. Mirë, po çështjet bazike të fesë, çështjet e imanit e takides, nuk ka me besu çka duan e çka dush ti. E çka thot mendja jeme, o çka thot mendja jote. Mirë, po duhet me u drejtu Kur'an dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë thonë ja, kë shumë konservativ, kë i ngurt me një ngusht, po e ngushton domethënë mendjen, duhet me pas liri njeriu në logjikën në mendim. Ju s'dia dini vëllezër të nderuar, tash në domen tjetër po dal. Deri para 100 vjete në Çabe, jën fal
4 mihraba. Më thonë, Hanefit që më falë mas Hanefive, Malikit mas Malikive, Shafit mas Shafive, Hambelit mas Hambelive. Asë të njoni nuk u falë mas tjetrit. Edhe këtë e kanë legjitimuar edhe së është gjatë keqe. Kjo veç në qave, po mirë, po ka ndodhe në xhamia tjera, në xhamia në Mevite, në Damask, njëjta punë ka qenë. Deri sa orë që kjo mbreti i Arabi Saudite, në më baba që është mbret tash Abdulazizi, a i ka thonë, jo, s'ka mundësi, kështë të muslimanët një zët e kanë, një qabe e kanë, në më dhënë një Kur'an, një sunet pejgamberit, se një pejgamber e kanë, e 4 drejka mi falë, 4 ikendija, 4 akshama, 4 yatsia. Edhe i ka e bashkuar, elhamdulillah, së të asaj dite, dhe më thonë falin. Mirë, po qëre ku kanë ardhë çështja vëllezër të nderuar? Që realisht, njerëzit, qofse i kështë e thirti para disa vjeteve, që duhet me ja bo që shtët, në kështë thonë, ja, lej se cilën me medhebin e vetë. So që kanë ardhë punë, dhe më thonë, këj me këti medhebit, si ka thonë nuse këti medhebit, se i ka llogarit se s'është besimtar. E ti me ardhë me i thirë, jo mëra se besimtar jeni, dhe më thonë edhe ti Hashafi, edhe ti Hambeli, edhe ti Maliki besimtar jeni. Na e dim edhe në kohën që tu në Kosovën tonë, kur kanë ardhë nështë atë disa mendime tjera, jashtë medhebit Hanefi, qysh ka pas arrogancë, thuse realisht është ndru feja. A realisht, Kurani është, nuk është për qëllim me pasua individin, emrin, me dhebin i caktuar, ato janë thjesht që na shërben që me mësu Kur'anin sunetin, mirë po nëse që në qartësuat e vërteta, duhet me pasu Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit, sa aty kena mu bashku, so nëse secili prej neve e marrën fanatizmin, edhe unë e kam që të filan hoxhen, edhe ky hoxha jam është më i dishëm se hoxha jot, medhhebi jam është më i mirë se medhhebi jot, çish ka ndodhur ku marr puna mu fal në 4 dreka ose ky s'ku më dhon gruat i domethën që mendon ndryshe kështu me radhë. E prat ne thirrëm Kur'an dhe Sunet aty mu bashkua, aty duhet edhe milon këto domethën mendimet kota, mendimet që përçojnë edhe nuk ndërthojnë, mirë po vetëm se shkatrojnë, nga se edhe me këtë po përfundojmë që kur kanë spjeguar dietarët për hadithin wala tabagadu dhe mos urreni mes vete, kanë thonë mos merrni sebepe që shkaktojnë urrëtitjen në mes juve. Një prej dietarëve ka thonë mos sillni risi në fe, me shtin fe ajo që s'është pej feje, që mas andej ai i cili dën me thirrën sunet ku me qenë garib, ku me qenë vetëm e ku mu ju bo me gisht, edhe pse ai s'u bo asnjë të keqe, o t'u thinë Kur'an dhe sunet, që aty duhet mu bashku, mirë po këta që kanë shtiri si në fe, këta përçojnë, e këta menduat tash njerëzit e akceptojnë se ata nuk janë do bo kur çfarë të keqe. Pra duhet me pas kujdes dhe të nderuar, një duhet mu bashku në Kur'an dhe sunet pejgamberit s.a.s. Për ata thonë ehlus sunne wal jamaa, pasues sunetit dhe xhamatit, se suneti na bashkon. Ehlul bid'a wal furqa, ata pasues të bidatit dhe përçamjes, se bidati realisht përçan edhe të sapton, mirë po të bashkohemi edhe të kthehemi të Kur'anit dhe sunetit, se aty e kemi selametin, aty bashkimi, aty shpëtimi me lejen e Allahut azza xal, dhe me ditë se pej parimit të dytë që duhet me pas konsiderat besimtarët, që me pas një farvim drejt edhe për veten e tina, se si i logjikon dhe i sheh gjërat, mirë po edhe shoqëria mund ndërtu që me pas një shoqëri funksionale, që realisht nuk e kem dert vetëm me umbrojt, po thjesht edhe lulzën bota, është qofse i mbahemi këtij parimi që bashkohemi, mirë po bashkohemi pas Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.